Në ditën e dytë të takimit me popullin në dyert e Bashkisë së Tiranës, ishte disi më qetësi. Ndryshe nga një ditë më parë, ku fluksi i qytetarëve pranë derës së Bashkisë ishte shumë i madh, këtë të shtunë është vënë re një numër shumë i vogël qytetarësh që i drejtoheshin këtij institucioni për të zhvilluar takime me kryebashkiakun Lulzim Basha. Arsyeja duket se ka lidhje me programimin e takimeve, pasi në dyert e Bashkisë gjendej e afishuar lista e qytetarëve që do takonin kryebashkiakun. Unë kam shonin e madh, pa punë, shumë me taksi. Unë jemi 54 familje, kemi marrë shtëpi nga bashkia, me Edi Ramën. Sot e 7 vjetë kemi marrë shtëpi. Tani pa mundësia jonë që jemi gjithë invalid atje, vetëm unë punoj dhe burri punoj, unë jam invalid të tashi, e grupit dytë, edhe du që të na iqet ajo 2% që shtëpisë, me që Zoti Basha na fa që të iqet interesi, do e bëjt pa mundu të iqen interes të shtëpive. Edhe unë tashi bëj takim që të marrë të më iqet interesi shtëpisë, nuk kam lek me pagu. Kam privatizuar një objekt me vendim qeverie, kemi të regjistruar një hipotek, u privatizuat edhe në Ministria e Ekonomisë, në këto bashkia janë kontrolluar, janë bërë të dokumentat, nuk gjejnë vend për të derdhur lekët. Njëri ngre komision andej, njëri këteja, kam dosje këtu janë. Herë në i blokon në hipoteka, herë në i hapë, marrim në kredi në i kështu si qytetar. Ndërkohë, bashkia ka programuar të presë 120 qytetarë për rreth 2 orë, që takohen me kreun e ri të bashkisë. Takimi është planifikuar të zgjasë jo më shumë se 10 minuta, ndërsa një grup pune e shoqëron Bashën për të regjistruar të gjithë problemet e qytetarëve. Por si shprehen qytetarët pas takimit me Zotin Basha? Unë po të them të drejtën, ka që 5 vjetë që nuk se në kam pas pa punë, ka qenë në arsim, ciklit ullë, në zalë herë në pina, dhe më bëna kërkes, gjeva bëna takimit tonë, sot më tha, do t'ja përcjellin në komunës, dhe unë me këtë fjalë kam dalë jashtëzakonisht e kënaqur, kam jashtëzakonisht besim, edhe një porosi e thash në kryetarit. Thash forco ekipin, forco ligjin, fondet që të japsh, ti kontrollojsh se ikin lek puna jetë pa bë. Kërkuam probleme për punë shtëpie rrugë se kam shtëpinë pa rrugë, ma kam bllokuar, kam fshit rrethit. Edhe sa vite kam bërë shtëpinë edhe s'kam zgjidhur problem asnjëherë. S'kam qenë asnjëherë në të zyrë, kam qenë 2 herë, po se më ka zgjidhur kush problem. Sa çfarë ju premtoi ky bashkë? Do ta zgjidhim rrugën. Për të eliminuar radhët e gjata pranë derës së bashkisë, zyrtarët e bashkisë kanë përpiluar një formular të cilin mund ta plotësojë çdo qytetar dhe më pas ta depozitojë pranë zyrës së informimit qytetar në bashki. Nga zyra e marrëdhënieve me publikun mësohet se deri më tani janë plotësuar lista deri në muajin shtator, ndërsa numri i kërkesave është në rritje.